Bëhemi gati për një fazë tjetër të takimit, për predikimin, i cili është nga Ligji për të rirë, kapitulli 30, vargu 11 deri në 14. Është një pasazh të Pentateuku ose të 5 librat e parë, është libri i fundit i Pentateukut, Ligji për të rirë. Kapitulli 30, vargu 11 dhe në 14. Pra sot jemi nga Ligji për të rirë, kapitulli 30, vargjet 11 deri në 14. Nëse jemi gati, filloj. Ky urdhërim që t'i jap sot nuk është shumë i vështirë për ty, as shumë larg teje. Nuk është në qiell që ti të thuash kush do të ngjitet në qiell, që të na e sjell dhe ta dëgjojmë me qëllim që ta zbatojmë në praktik. Dhe nuk është matan detit që ti të thuash kush do të kaloj për ne matan detit, që të na e sjell dhe ta dëgjojmë në mënyrë që ta zbatojmë në praktik. Por fjala është shumë afër teje, është në gojen tënde dhe në zemrën tënde që ti ta zbatosh në praktik. Amen. Tema e sotme lidhur me këtë pasazh është kjo. Po qëse do të mos të duket e largët dhe e pamundur zbatimi i fjalës së Zotit në jetën tënde, mos u largo ti prej saj. Kaq. Ky urdhërim që ti jap sot nuk është shumë i vështirë për ty, as shumë larg teje. Problemi i madh që nis me besimtarët e krishterë është se vjen ai momenti i parë kur besimtari bie në kontakt me fjalën e Zotit, është i lumtur, është i gëzuar me një mesazh që s'e ka dëgjuar në asnjë vend tjetër, një mesazh kaq shpresdhënës, se nuk do të përdor termin pozitiv, se na mbytyn këta pozitivat. Njerëzit shpesh përdorin këtë, nuk thonin mirë i keq, është njëri pozitiv, ose është negativ. Unë vetë kam problem këtë pjesë, sepse më duket sikur justifikon diçka. Por nga ana tjetër ka një çështje që fillon në rrugtimin e besimtarit drejt fjalës së Zotit. Fillojnë vështirësitë, fillojnë tundimet, fillojnë problemet, fillojnë lufta shpirtërore, dhe ai besimtari nuk është më ai besimtari orëve të para, aq i zellshëm, aq entuziast, po bëhet si ajo lulja që polet janë 3-4 ditë pa vaditur tani në verë dhe ul kokën. Gjallë është, po ka ulur kokën. Nuk është më optimist. Nuk është më aq i gëzuar, nuk është aq. Nuk e tregon, nuk e shfaq më atë forcë, atë energji shpirtërore që kishte në orët e para të besimit. Dhe sigurisht kjo do të ndodhi, është e pashmangshme. Por në të njëjtën mënyrë, kjo fjalë që i drejtohet popullit të Zotit nga ne Mojsiut është pothuajse në të njëjtën linjë mendimi, sepse brezi i vjetër tani ka kaluar. Ligji për të rirë nuk është për ata që kishin ikur në atë dynja, apo për ata të pak që kishin ngelur që ishin po për në atë dynja, po ishte për brezin e ri që do të kalonte matan për në tokën e premtuar,
Kjo fjalë do ta shoqëronte këtë brez të ri, po jo vetëm të brez të ri, brez pas brezi. Është një fjalë që jepet në një moment kur këta ishin të gjithë bashk, ishin grusht, si themi ne, ishte një popull i tërë, i mbledhur rreth Mojsiut, profetit të tyre të madh, i cili takoi me Perëndin në tabernakull tani. Më përpara në çadër, i shoqëruar vazhdimisht nga prania e Perëndis. Por puna është se këta për pak kohë do kalonin Matan. Do kalonin Matan dhe sigurisht Mojsiu nuk do kalonte Matan. Edhe pse Zoti ja kishte ndaluar, pra e mori si dënim për mëkatin e tij ndaj Zotit, nuk e la Zoti ty në tokën e premtuar, por bashkë me ata që vdiqën shkretir, edhe kënë shkretir me shokët bashkë. Po dhe për një arsye tjetër që sa do arronte Mojsiu në fundit, në 120 vjeç, ishte tani. Pra nuk do të kishin më me vete një copë Mojsiu. Secili do të vende në qytetin e vet, në fshatin e vet, në tokën e vet. Nëse tani kishin Mojsiun dhe kishin të zgjidhur hallet, nëse doni një mendim, nëse doni një këshillim, nëse doni një gjykim, një rrugëzidhje, kishin Mojsiun. Po nuk mund të merrni një copë Mojsi kudo që të shkonin. Ajo që do të ishte me ta gjithmonë tani aty do të ishte fjala e Perëndis. Dëshira e Perëndis ishte që të ishte i shoqëruar me ta, e të shoqëronte vazhdimisht, ashtu si i shoqëron tani në shkretëtir, por nga historia më vonë shikojmë që ata nuk duan në Zotin si mbret. Kërkojnë një mbret si kombet. Nuk duan më të drejtim. E mirë tha Zoti. Mirë tha Zoti profetit. Mos u aprishta, po duan kështu do bëhet, profetit Samuel. Është një merak i madh për brezin e vjetër, se kjo ngjan me brezin e vjetër, kur brezi i ri bëhet gati për të shkuar diku tjetër. Është një merak i madh i prindërve, i gjyshërve. Janë gjithmonë atë merakun hanktin, po si do vej, po do t'ja dali, po si do kaloj, po të tjera gjëra. Mojsiu e kishte këtë merak sa ai dinte që ishte në fund të jetës së tij. Përveç kësaj, fjala e Zotit u drejtua në gojën e tij për të thënë, ky urdhërim që ti jap sot nuk është shumë i vështirë për ty. As shumë larg teje. Kjo fjalë, thot Mojsiu, nuk është lart në qiell, që ju të thoni kushdo vej atje lart, që ta marri, ta sjelli, të na i tregojnë ne, që ne ta dëgjojmë e pastaj ta zbatojmë. As nuk është Matan detit, që kushdo vej atje, ta marri, ta sjelli, të na i tregojë, ta dëgjojmë e ta zbatojmë. Këtë po thot. Në vargun 12 dhe 13. Pyetja është, çfarë do të thot e gjithë kjo? Kush është problemi i kësaj? Njerëzit në çdo kohë, në çdo etapë të jetës kanë qenë ato që kanë qenë kundërshtar të fjalës Perëndis, po kanë qenë edhe njerëz kanë qenë me dy porta, themi ne. E din fjalën e Perëndis, po sikur s'ju vjen mirë ta zbatojnë. E dëgjojnë fjalën e Zotit, po sikur nuk ju vjen mirë ta pranojnë e të ndryshojnë bashkë me të. E bëjnë sikur e kanë larg, e bëjnë sikur e kanë atje tutje, e bëjnë sikur është aq e vështirë. Po kjo për mua, kjo që kërkon ti, më tha një i ri këtë javë, kjo që më kërkon ti pastor, tha unë, tha, nuk e di, tha, kjo që kërkon ti, tha. Po çfarë kërkoj unë, i thash? Po ja, tha, më duhet shumë kohë. Të duhet shumë kohë të lësh duanin? Po, tha, po duanin kam në vetë, unë thash. Unë e di sa kohë të duhet. Të duhet kohë të lësh kafen dhe kafenet? Po, tha, unë i kam në vetë, e di sa kohë duhet për kafenet. Çfarë tjetër do të më thuash? Kujtoni këta se nuk e din dhe Mojsiu se çfarë ju duhej këtyre. Po nuk është fjala aty, nuk është puna të qortojmë. Asë të shesim mend. Po fjala është këtu.
Ndoshta jo në atë brez, por në brezat e ardhshëm, njerëzit do të thoshin, po ku është kjo fjalë e Zotit? Kjo është shumë larg. Është lart në qiell, kush ka shkuar atje? Për çfarë kanë fjalën ata? Ata e kanë fjalën këtu. Është shumë e thjeshtë. Ku vajti Mojsiu? Vajti në malin Sinai. Kush e thiri? Zoti. Ku ishte Zoti në mal? Edhe ku është mali? Po mali është në qiell, pra se është 2000-3000 metra i lartë. Pra vajti në qiell, Mojsiu vajti në qiell, mori fjalën, mori urdhërimet, ua pruri, ua shpjegoi, ua shkoqiti dhe ua tregoi si ta zbatoni. Mojsiu vajti në matan detit. Vajti i mori në Egjipt, i kaloi matan detit, i pruri, i shpëtoi, ua tregoi fjalën e Zotit. Nuk është kot shpreha matan detit e lartë në qiell. Këtë simbolizon, këtë po tregon. Po tani Mojsiu s'do vende ditë për ditë në qiell, ditë për ditë matan detit në Egjipt. Ja pra që fjala erdhi, edhe nga qielli, edhe nga matan detit larg, erdhi dhe shpëtimi dhe fjala e Zotit. Por do vi momenti që njerëzit do të trajtojnë këtë fjalë si ku nuk ekziston. Si një fjalë që është aq e largët, kush e di se ku është. Dhe me këtë rast Mojsiu do të thotë këto gjëra që do them tani. Së pari, kjo fjalë vërtet ishte ca larg. E lartë në qiell. Po Mojsiu ua pruri. Dhe nuk ka nevojë në të ardhmen që dikush të thotë kush do vjen në qiell ta sjellë. Është një histori tek Luka kapitulli 16 që do t'i lexoj ju vetëm rini, mos lexoni, mos shletoni. Luka 16 nga vargu 27 deri në vargun 31. Dhe thot kështu historia vargu 27 deri në 31. Por ai I tha, o atë të lutem ta dërgosh atë tek shtëpia e Timeti, sepse unë kam 5 vëllezër. E leti paralajmëroi rreptësisht që të mos vinë edhe ata në këtë vend mundimesh. Abrahami u përgjigj, kanë Mojsiun dhe profetët, leti dëgjojnë ata. Ai tha, jo atë Abraham, por nëse dikush nga të vdekurit do të shkoj tek ata, do të pendohen. Atëherë ai tha, nëse ata nuk e dëgjojnë Mojsiun dhe profetët, nuk do të binden edhe nëse dikush e ngjallë prej së vdekurish. Nëse dikush një ditë do të harrojë fjalën e Perëndis, dhe do thotë, "Por po kush s'ka vajtur një në qiell?" Dhe këtë pyetje ma kanë bërë gjithmonë njerëzit, duke më thënë, kush ka vajtur në qiell ka ardhur prapë. Nuk është justifikim. Ky pasaniku, që është historia e pasaniku dhe shërbëtorit Lazar. Pasaniku bërë një jetë mirë në tokë të bollshme, Lazari lypës vdiq, I shkreti se jeton dhe keq. Po Lazari vajti në gjirin e Abrahamit e pasaniku vajti në ferë. Dhe ka një dialog mes Abrahamit edhe pasanikut. Dhe pasaniku I thotë, o ati Abraham, të lutem, thuaj shërbëtorit tim, që të vej, dërgoj atje poshtë, të thotë 5 vëllezërve të mi, që të mos vinë ata këtu ku jam unë, të mos përfundojnë ata këtu ku jam unë, sepse duhet patjetër një nga të vdekur të vetë ua tregoj atyre. Nuk është kështu thot Abraham. Ata kanë Mojsiun dhe profetët. Edhe po të shkoj dikush, ata prapë s'do besojnë. Sepse fjala e Zotit shpëton.
nëpërmjet besimit. Fjala e Zotit shpëton nëpërmjet hirit, që është treguar, që është derdhur. Është dhënë kjo fjalë e Zotit në popullin e Perëndisë. Nëse spranon fjalën, do pranosh Alfred Sakon, po dëgjoje. Dëgjoje, se profeti i madh ai. Ka disa gaxhgaum të tjerë si ai vërdall, që kanë marrë nga 5 miliard klikime dhe kanë bërë nga 3 milion dollar me klikimet tona. Klikojeni se është i dërguar nga Zoti ai dhe të thotë gjëra të mençura. Është i zgjuar për më tepër. Le të di ai si di njeri. Se ka me atë, ka me gjithë ata, Alfredrit. S'ke nevojë të marrësh vesh të vërtetat nëpërmjet llumit të botës, por nëpërmjet fjalës Perëndisë, e cila ka ardhur. Në fillim erdhi me Mojsiun, pastaj me profetët, pastaj me Krishtin, pastaj me apostujt. Së dyti, kjo fjalë nuk është aq larg matandetit. Kjo fjalë u afrua shumë me Krishtin. Vetë fjala, vetë Zoti ishte me popullin e tij. Kjo fjalë që erdhi nga matandetit, shkoi përsëri matandetit. Shkoni bërin dishepu, i tha Zoti. Mateu kapitulli 28. Bërin dishepu në mbar botën. Po si do vesh në mbar botën pa kaluar detet? Kjo është një fjalë, fjala e Zotit është një fjalë që i ka përcen të gjithë kufijt fizik dhe imagjinar të njeriut dhe të realitetit. Jo që s'është larg, por kjo shkon larg. E ke këtu dhe shkon atje larg, që të shpëtojnë edhe të tjerët. Mos nxirri justifikime duke thënë kjo fjalë është e pamundur që unë ta zbatoj. Se shumë larg për mua. Së treti, kjo fjalë nuk është as lart dhe as larg, sepse si shtas Zoti tek Gjoni 1:14, fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. Kjo fjalë që ne lexojmë, kjo është vetë Krishti. Kjo fjalë që ne lexojmë është vetë Ati, është vetë fryma, është vetë Trinia e Shenjtë. I gjithë problemi është sepse njerëzit ndonjëherë duan një profet. Kjo është çështja. Duan një të madh, duan një të dëgjuar, duan një me emër, duan një të famshëm. Ashtu si populli i Zotit donte të kishte një Mojsi, një të famshëm në xhepin e tij, në mendjen e tij, në të përditshmen e tij, që të ndihej i sigurt, të ndihej në rregull. Po Mojsiu është i vdekshëm me zotëri, kurse fjala e Zotit mbetet për jetë. Mojsiu ishte një njeri i madh, por i përkohshëm në mes të popullit të Zotit përjetshëm. Vetë Krishti fizikisht ishte i përkohshëm në mes të popullit të përjetshëm. Apostujt gjithashtu ishin të përkohshëm në mes të popullit të Zotit përjetshëm. Por Krishti, Zoti, është i përjetshëm në përjetësi, me fjalën e tij, me frymën e tij të shenjtë. Dhe pse duhet të mendojmë që kjo fjalë e Perëndisë është kaq e larg? Është e largët për ne. Do ta themi pak më vonë. Së katërti, kjo fjalë është plotësisht e mundur të plotësohet dhe të zbatohet nga populli i Zotit. Sepse populli i Zotit nuk ka më asnjë argument justifikues në xhepin e tij. Asnjë. Ishe i verbër, t'u hapën syt. Ishe jetim, thot shkrimi, të gjetën në pelena, të hedhën në skupira, të koshi plerave, të morën, të lanë, të ndruan, të veshën. U bëre me nënë me baba. Si e më bonjak, si e më vetëm. Ishe i uritur, i zhveshur, të dhanë, të hash, ishe i humbur, të gjetën. Perëndia na gjeti. Nuk ka justifikim. Së pesti, kjo fjalë
është plotësisht e mundur të plotësohet dhe të zbatohet nga populli i Zotit. Sepse kjo fjalë është aq afër. Aq afër. Brenda teje. Afër teje, brenda teje, në gojën tënde, në zemrën tënde. E ka vendosur aty Perëndia. Për besimtarin, Bibla thot që është trupi i Krishtit. Është tempulli i frymës së shenjtë, është një banesë e frymës së shenjtë. Po fryma e shenjtë banon pa fjalën e shenjtë, pa Krishtin e shenjtë, pa Atin e shenjtë. I gjithë trinia qëndron tek besimtari krishterë. Dhe çdo neglizhencë, çdo shkarje, çdo lajthitje shpirtërore është një justifikim se nuk do dhe s'të do qefi të lësh mëkatin. Nuk do. Pik, thuaj çfarë të duash. Mua mund të më gënjesh, mund të më lustrosh, mua dhe gjithë predikuestë e botës, po Zoti nuk e lustron dot. Nuk e gënjen dot. Njeriu është një pus i thellë, thot shkrimi. Një pus i thellë, një pus i ligë, jo një pus i mirë, i pastër. Është një pus i thellë, i mbushur me ligësi, me errësira, me pislëqe nga më të ndryshmet. Edhe këtu bëjmë si Jane Austen, të gjithë si të buzëqeshur, si kur jemi të halelujas, vërtet, si kemi aq të gëzuar, aq në paqe, aq në mirësi, aq në dashuri me njëri tjetrin, ha? Sa njerëz të mirë këta, të krishterët e kishës. Po të na vëj Zoti në sit, në filtr. E disa pislëqe dalin nga ne. Sa të duash. Dhe nëse këto pislëqe nuk dalin, është vetëm për fajin tonë. Së gjashti, kjo fjalë është plotësisht e mundur të plotësohet dhe zbatohet nga populli i Zotit. Dhe nuk ka asnjë justifikim dhe asnjë pretekst. Sepse ka njerëz që edhe pse janë në kish, nuk e duan Krishtin. Kjo është shumë e rëndë. Po është e vërtetë. Nuk e duan. Ka njerëz që janë në kish, por nuk e duan fjalën e Perëndis. Madje janë armiq të betuar të saj. Janë këtu falso. Për sy e faqe. S'mund të them shumë se kaq. Pema duket nga frytet. Zoti është vreshtari, ai e di, ai do ta kontrolloj, ai do ta çmoj, cila pemë e vreshtit është tharë, është në vresht, por është tharë dhe duhet hequr. Duhet këputur, duhet prerë. Sa mirë do ishte vetëm të krasiteshim. Se kishte shpresë. Do heqeshim degët, do krasiteshim rënd, po të paktën do na linin diku gjallë, shpirtërisht edhe do lëshonim një ditë. Ka. Edhe do ketë gjithmonë kisha njerëz të tjerë. Kështu që për ta mbyllur kjo fjalë e Mojsiut u përdor nga Izraeli për 1500 vjet. Deri në kohën e Palit, i cili tek Romakët 10, kapitulli 10, vargu 14 thot këto gjëra. Sepse përfundimi i ligjit është Krishti, për shfaqësimin e kujdo që beson, sepse Mojsiu kështu e përshkruan drejtësinë që vjen nga ligji. Njeriu që bën këto gjëra do të rrojë me anë të tyre, por drejtësia që vjen nga besimi thot kështu: mos thuaj në zemrën tënde kush do të ngjitet në qiell, kjo do të thotë që të zbres Krishti, ose kush do të zbres në humner, se kjo do të thotë ta sjell atë lart Krishti prej së vdekurish. Po ç'thot pra? Fjala është pranë teje, në gojën tënde, në zemrën tënde. Kjo është fjala e besimit që ne predikojmë. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh, sepse me zemër njeriu beson në drejtësi,
por me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Amen. Tash pyetja për ne sot është kjo. Çfarë lidhje drejt për drejt kanë këto fjalë me ne sot? Ne lexuam tek 1 Gjoni 5, 1-3, që mos a lexoj përsëri. Ne folëm për ta. Të zbatosh fjalën e Zotit është një gjë e lehtë. Nuk është as pak e vështirë. Thjesht duhet të njohësh mekanizmat si funksionon. Po ke ardhur gabim, po ke ardhur shtrëmbë në këtë rrugë, po ke ardhur pjertas, po ke ardhur skiças, me rëshkitje, ku di unë, ke ardhur si ke ardhur ti dhe unë, kjo ka pak rëndësi. Rëndësi ka që në sot e tutje të rim drejt para fjalës së Zotit. Si thot populli, të rim shtrëmbët e të flasim drejt. Por unë them të rim drejt e të flasim drejt para Perëndis. Rim drejt. Ti bëjmë një analizë vetes tonë, ti bëjmë një analizë gjendjes tonë, shpirtërore. Të bëjmë një analizë veprimeve tona se deri ku kanë shkuar. Nëse pastaj dëgjojmë zëra të tjera ndryshe, kjo vjen nga që është ajo që kemi thënë gjithmonë. Po mbajte larg fjalën e Zotit. Po e trajtove atë larg, do të jesh vërtet shumë larg të vërtetave të Zotit. Mos prit që kisha të ketë njerëz të inkurajuar, njerëz të fortë, njerëz të ushqyer mirë, njerëz të gatshëm, njerëz të zellshëm, njerëz të dashur, të gjitha do priten të kundërtat e këtyre që unë thash. Nëse fjalën e Zotit e trajtojmë si të largët, si kur ajo është vështirë të bëjë ndryshim tek ne. Prandaj le ta mbyllim me atë që thot Zoti Krisht tek Mateu 11, vargu 30. Në fakt do ta lexoj që nga vargu 28. Ejarin tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë t'ju jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbut dhe i përulur nga zemra, dhe ju do të gjeni prehjen për shpirtrat tuaj, sepse zgjedha ime është e ëmbël dhe bara ime është e lehtë. E dëgjuat motra dhe vëllezër, nuk ka asnjë lloj vështirësie për të zbatuar fjalën e Zotit. Çdo vështirësi që ne kemi në mendje është prej lakmisë tonë, të mishit, dhe është prej mëkatit, është prej Satanit. Në fakt, kjo është dëshira e armikut të Zotit, Satanait, që është armiku ynë, që ne të mendojmë që fjala e Zotit është shumë larg, është e paarritshme. Këto gjëra u mund bëj shumë gjëra, po këtë që më thot Bibla këtë se bëjtot. Kjo është komplet satanike. Prandaj luftojeni dhe kurojeni me fjalën e shenjtë të Zotit. Le të lutemi. Ati dashur Perëndi i shenjtë, ne të falenderojmë ty o Zot sot në këtë ditë. Falenderojmë që fjala jote është një fjalë e çmuar, është një fjalë plot jetë dhe gjallëri, është një fjalë plot forcë që na mbush o Zot me gëzim, me shpresë, me kurajo. Edhe është një fjalë që lë zbuluar natyrën tonë mëkatare o Zot, dhe satanike, dhe gjithë veprat e Satanait o Zot, ajo i zbulon. Dhe faleminderit Zot që na tregon edhe dritën në fund të tunelit. Faleminderit Zot që kjo barë është e lehtë, edhe është e mundur për ne. Faleminderit Zot që këtë e bëret e mundur për mjet Jezu Krishtit. Lutem o Zot të na forcosh e të na mbash të fortë derisa ne të mblidhemi së bashku përsëri. Në emrin e Jezu Krishtit lutem. Amen.